Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Podart me Kesin. Aty ku ëndrat nuk janë të vogla, por vetëm në fillime. Me mua sot është Amal Velaj, vajza çapkëne dhe plot talent e edicionit të parë të X Factor Kids Albania. Mirë se erdhe Amal, tani ke mundësinë që të na flasësh pak për veten. Hi Casey, mirë se të gjeta. Kënaqësi për mua që t'jem e ftuara e parë e jotja në podcastin tënd. Atëherë, le të fillojmë tani të flasim për veten. Unë jam Amal Velaj, jam 10 vjeç dhe studioj në shkollën Avni Rostemi dhe jam dhe në klasë të 5. Shumë mirë. E di që ke edhe një vëlla vogël. Kush e bën ligjin mes jush? Tani, unë mendoj që ligjin mes nesh e bëj unë, por ndonjëherë kur vendosim se kush e bën ligjin, kërcet dhe shpulla, por nuk thuhen këto në emision. Më pëlqeu shumë kjo përgjigje. Tani, Amal, a nuk mendon se duhet ta dinë edhe shikuesit se si na nisë ditën ti plot energji dhe pozitivitet në konkurrentëve them? Duhet ta dinë dhe shikuesit se si ju anisja unë ditën, pasi mendoj që të gjithë duhet ju anisin ditën me pozitivitet. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Sot çdo gjë është e bukur pu zë qesh. Dielli ndrit, ngro zemër me shpresë. Hap kran, ndje u i lirë, plot sukses. Moj Amal, po nga të buron gjithë kjo energji moj vajz, a ke ndonjë sekret? Çfarë pi ose çfarë hap për shembull? Po, energjinë e kam vetë në karakter, pse mëngjes nuk ha për shembull. Kush është gjëja më e thjeshtë që ty të sjell pozitivitet ose të lumturon? Po, një mëngjes shkolle, kur vjen mami dhe më puth, që të zgjohem nga gjumi dhe më thot zgjohu Amal, më fërkon e kështu. Tani, më mirë pa ngrënë apo pa folur? Zgjedhje e vështirë kjo. Tani është shumë e vështirë të zgjedh se këto dy opsione që më dhe janë gjërat e mia të preferuara. Sidomos kur kërtapi një herë duket shumë i mirë. Ta provoj pak? Po. Atëherë Amal, e shoh që po të shijon shumë ëmbëlsira nga shtëpia e burrave, që tani mund ta gjeni edhe në Wolt. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Gëzuar. Gëzuar. Të gjithë e dim që në sken bëje namin. Po jashtë saj, si e? Atëherë, unë një Amal jam dhe në sken dhe jashtë saj, po jashtë saj jam pak më e çmendur. Nëse nuk do kishe vendosur që të konkurroje në audicionet e X Factor Kids Albania, me çfarë do ishte marrë? Nëse nuk do të isha marrë me X Factorin, do të isha marrë me konkurse të tjera si Tirana Talent, si festivali i fëmijëve. Dhe normalisht do t'i vazhdoja kurset e kantos. Po, e kuptoj. Tani, cila ishte gjëja më e mirë ose kënaqësia më e madhe që ti mora nga ai rrugtim? Nga rrugtimi i X Factorit? Po. Gjëja më e mirë, çfarë më ka mësuar mua ai rrugtim, ishte disiplina. Më mësoi disiplinën shumë. Më mësoi përqendrimin, pse ndoshta shikuesit mendojnë që neve aty vetëm bënim gallat, por ishte rrugtim shumë i vështirë. Duheshte shumë punë të arrije aty ku kam arritur unë. Fatkeqësisht rrugtimi mbaroi për të gjithë. Po. Por ti, a je rikthyer sërish punës së sekondimit? Normale që po, më vazhdoj dhe bëj akoma kurset me profesor Landi Kademin, që e përshëndes. Dhe tani kam filluar dhe kurset e kitarës tek qendra Pentagram. Dhe po. Shumë interesante. Tani, do të kalojmë tek një pyetje me spec. A ndjek kryeministrin ton në rrjetet sociale? Dgjoj tani. I bëj follow, por nuk është se e ndjek dhe i shoh reelsat, po çfarë shoh më shumë të kryeministrit, ka ndalur në Instagram një 2 meme, që është kryeministri kështu me rroba Nike Tech roz dhe me kështu lek edhe del kështu bën si boss. Ato më kanë dalur tani nëpër For You page. Po figura jote publike që të inspiron ose
Figura jote e preferuar kush është? Vetja. Vetja. Po. Vetja. Je shumë e drejtë për drejtë. A dëshiron të ndash ndonjë sekret ose ndonjë ëndër që ke ose tani afër ose edhe për të ardhmen? Atëherë, për momentin nuk kam dëshirë të tregoj shumë gjëra, sepse mund të më Përmbaj ikin dhe sekrete. ters, po, përmbaj sekrete. Por kam shumë gjëra të bukura që i kam organizuar, pra që do bëj në të ardhmen. Dhe po ju a them një sekret, do jem aktore e një filmi. Të uroj shumë suksese dhe Faleminderit. shpresoj që ta kalosh sa më bukur. Shumë faleminderit. Nëse jeta jote do t'ishte një këngë, si do të titulloj ajo edhe pse? Nëse jeta ime do t'ishte një këngë, do të titulloj Unstoppable, sepse mua nuk më ndalon dot asgjë. Si mendon ti Amal? Si ndikon arti në jetën e një fëmije? Unë mendoj që arti në jetën e një fëmije ndikon shumë mirë. Të mëson disiplinën shumë dhe të fut në një botë, domethënë komplet tjetër. Pra të zhvillon shumë Ja imagjinatën. pasuron. Po, të jetën pasuron, fëmijës, po, po, të po. zhvillon dhe shumë imagjinatën. Tani, kam vendosur që të bëjmë një lojë. Këtu kemi disa karta me ta them emra të ndryshëm dhe ti do zgjedhësh tre prej tyre dhe do mundosh që të bësh një këngë të vogël, le ta themi. Okej, në rregull. Okej. Pyll. Profesor. Dhe yll. Po këtë këngë tani nuk e bëj dot vetëm unë. Do pse? përdorim dhe pak inteligjencë artificiale. Pas ka ardhur e përgatitur Amal. Do bëjmë kënga e Amal Velaj featuring ChatGPT. Atëherë ChatGPT na thot: Profesor, profesor, si një yll që shkëlqen në mes të pyllit, dije na jep. Me libra në dorë dhe buzëqeshje plot, na mëson çdo ditë më shumë se sot. Në një pyll të gjelbër plot mister dhe dritë, jeton një profesor që di çdo gjë për ditë. Ai flet me zogjt. Mendoj se Po. Kjo sfidë mendoj që ishte diçka shumë e bukur. Tani, do të doja që t'i lëm të gjitha më njanë dhe të bëjmë një akapela të bukur bashk. Si mendon? Në rregull. Okej? Okej. Atëherë, 1, 2, 3. Të kam gjetur ty, ti se di sa shumë kërkova unë me ty. Aurela Gace, të duam shumë dhe Dhe të përshëndesim. Së fundmi, çfarë ke për t'i thënë ti si Amal, shikuesve ose dhe atyre fëmijëve të cilët ëndërrojnë të bëjnë diçka në një fushë arti të saktuar? Dua t'i them që mos u dorëzojnë kurrë, sepse një ditë ëndrat do ju plotësohen. Faleminderit Amal që ishe pjesë e episodit të parë të Podart me Kesin. Kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët sot. Për episodin e radhës, shihemi në Elbasani on.